Kryeministri Mickoski reagon pas shtrejtimit të derivateve, thotë se vendi ka çmimet e derivateve më të lira në rajon. Nuk heqin dorë nga kërkesa për rritjen e pagës minimale, LSM bën thirrje për protestë masive më 14 mars. Padi ndaj Ministrit të Kulturës për shkelje të drejtave për marrëdhënie pune. Ministri mohon akuzat e sindikalistëve. Shqipëria paralajmëroi se do shpall organizatë terroriste Gardën Revolucionare të Iranit. Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se takohemi në lajmet orës 15:55. Qytetarët po ankohen për rritjen e çmimit të derivateve të naftës, por kryeministri deklaron se gjendja është shumë më e mirë se sa në vendet fqinje. Sipas Mickoskit, qytetarë nga vendet fqinj po vinë në lokacionet kufitare të Maqedonisë së Veriut për të furnizuar për shkak të çmimeve më të ulta. Kryeministri gjithashtu paralajmëroi marketet që të mos ngrisin çmimet e produkteve ushqimore. Pavarësisht rritjes së fundit të çmimeve të derivateve, Maqedonia e Veriut vazhdon të jetë vendi me çmimet e derivateve më të lira në rajon. Kështu deklaroi kryeministri Hristian Mickoski, i cili mes tjerash shtoi se për shkak të kësaj në Maqedoninë e Veriut me naftë dhe derivate të naftës po furnizohen edhe qytetarët e vendeve fqinje. Mickoski deklaroi se nuk ka vend për panik dhe se gjendja me rezervat e naftës është stabile, duke i komentuar propozimet e opozitës për ulje të akcizave të naftës dhe propozime tjera. Kryeministri tha se janë duke shqyrtuar disa opsione që t'ua bëjnë përditshmërinë më të lehtë qytetarëve. Shtypje më të madhe bëjnë qytetarët e vendeve fqinje që vinë tek ne në vendbanimet afër pikave kufitare për të furnizuar me naftë. Por, pavarësisht asaj, kemi mjaftueshëm rezerva dhe kompanitë që kryen furnizime me derivate të naftës kanë mjaftueshëm rezerva. Sa i përket inflacionit, në muajin shkurt, harxhimet krahasuar me shkurtin e vitit 2025 u rritën për 2.9%. Pavarësisht kësaj, prap mund të them se kemi inflacionin më të ulët në rajon. Jemi duke shqyrtuar disa masa, por ajo që dua të them është që nuk ka vend për panik. Foli edhe për shkeljet që kanë bërë kompanitë e derivateve të naftës në ditën e ngritjes së çmimeve, duke mos shitur naftë, por edhe masa që do të merren ndaj tyre. Paralajmëroi edhe marketet që të mos ngrisin çmimet e produkteve ushqimore, duke u bazuar në konfliktin izraelito-iranian, sepse siç tha, dënimet do të jenë të ashpra. Ta ekonomia da si vrši na vremeno. Janë bërë mbi 1000 kontrole nga ana e inspektoratit të tregut, janë konstatuar 30 shkelje, një pjesë e tyre shkelje më të mëdha, disa më të vogla. Do të veprohet në bazë të ligjeve duke ju shqiptuar dënime shkelësve të ligjit. Sa i përket marketeve, ndoshta ma marrin si dobësi kur mundohem që në mënyrë normale dhe në mënyrë krejt normale të gjejmë zgjidhje, të mos jem agresiv dhe në mënyrë të tillë të gjejmë zgjidhje. Deri në momentin e Rubikonit do të shfrytëzojmë të gjitha mekanizmat që në mënyrë normale me dialog të vijmë deri tek zgjidhja. Por nëse dikush e kalon Rubikonin, do të jemi të ashpër. Kur jemi tek rritja e çmimeve të naftës dhe produkteve ushqimore, opozita ka bërë disa propozime, siç është edhe rritja e pagës minimale, po edhe ulja e TVSH-s dhe ulja e akcizës së naftës. Bashkimi Demokratik për Integrim thotë se rritja e çmimeve po godet standardin e familjeve, ndërsa akuzon qeverinë dhe Ministrinë e Ekonomisë të udhëhequr nga përfaqësues të Vlenit për mungesë reagimi dhe kapaciteti për të përballur me situatën. Ata propozojnë masa konkrete si vendosja e çmimeve tavan për produktet bazë ushqimore. Po ashtu kanë kërkuar rritjen e pagës minimale për të paktën 3.500 denar, duke filluar nga muaji mars. Një tjetër masë e propozuar është rishikimi të dhënave doganore për importin e pemëve dhe perimeve. Sinan Veseli nga BDI ka theksuar se situata bëhet edhe më e rëndë në këtë periudhë përpara festave të Bajramit dhe Pashkëve. Është një periudhë kur qytetarët kanë nevojë për më shumë stabilitet të çmimeve. Njëkohësisht, i bëjmë thirrje Komisionit Rregullator për Energjetik që të shqyrtojë më shpesh çmimet e derivateve të naftës, të paktën 2 herë në javë.
Duke marrur parasysh se në bursat ndërkombëtare tashmë ka rënjet e konsiderueshme të çmimeve. Çdo vonesë në reflektimin e këtyre ndryshimeve në tregun vendor është barë shtesë për qytetarët dhe bizneset. Qytetarët kanë nevojë për veprime konkrete, jo për heshtje institucionale. Qeveria do të veprojë menjëherë për të mbrojtur standardin jetësor të familjeve. Në prag të protestës masive të paralajmëruar për të shtunën, kryetari i lidhjes së sindikatave të Maqedonisë Slobodan Trendafilov ka bërë thirrje sot të gjithë anëtarëve të sindikatave dhe punëtorëve që të marrin pjesë në këtë protestë. Ai tha se rritja e pagës prej 1.600 denar sa ka vendosur qeveria është e pamjaftueshme. Të gjithë anëtarët e lidhjes së sindikatave të Maqedonisë, punëtorët, si dhe anëtarët e sindikatave të tjera, të cilët udhëhiqen nga lider që nuk luftojnë për pagat e tyre. Gjatë konferencës së sotme për media, janë ftuar nga kryetari i lidhjes së sindikatave të Maqedonisë së Veriut, Slobodan Trendafilov, të bashkohen të shtunën në një protestë masive në orën 12:05 përpara shtëpisë së punëtorëve, për të dërguar një mesazh të ri se pagat, përfshirë pagën minimale, duhet të rriten për të gjithë. Ai theksoi se punëtorët duhet të luftojnë vetë për të ardhurat e tyre, sepse siç tha ai, të tjerët nuk do të luftojnë për to. Sipas tij, paga që marrin punëtorët është rezultati i punës, djersës dhe mundit të tyre, dhe jo një dhuratë nga punëdhënësit. Si argument, ai gjithashtu përmendi edhe rritjen e vlerës së shportës minimale të sindikatës me 2.000 denar në vetëm 2 muaj. Rregullimi i propozuar i pagës minimale prej 1.667 denarësh është i pamjaftueshëm në kushtet e rritjes së vazhdueshme të kostos së jetesës. Ata besojnë se punëtorët nuk kënaqen me asgjë ose me thërrime, pavarësisht luksit që u ofroni. U bë thirrje të gjithë punëtorëve, përfshirë anëtarët e sindikatave të tjera, të bashkohen me ne në protestë. Trendafilov theksoi se rreth 160.000 punëtorë në vend, sipas të dhënave nga zyra e të ardhurave publike, jetojnë me një pagë nën kufirin e varfërisë, gjë që, siç tha ai, konfirmon më tej nevojën për një rritje urgjente të pagave minimale dhe të tjerave. Lidhur me seancën e fundit të Këshillit Ekonomik dhe Social, Trendafilov informoi se Këshilli i Ministrave të Shkencave e la seancën për shkak të përpjekjes për të rregulluar pagën minimale vetëm me 1.667 denar. Trendafilov shtoi se sipas ligjit, paga minimale kërkon një mendim nga Këshilli Ekonomik dhe Social, i cili duhet të përfshijë të gjitha organizatat përfaqësuese të punëtorëve dhe punëdhënësve. Kemi një vendim për të kërkuar një pagë minimale prej 600 eurosh dhe të paktën një rritje prej 6.000 denarësh të pagave të gjithë punëtorëve të tjerë. Pasi Këshilli i Ministrave të Shkencave u largua, seanca mbeti pa kurum, prandaj nuk mund të merrej asnjë vendim. Ne besojmë se paga minimale duhet të rritet në mars. Ata nuk e japin, ne e meritojmë. Protesta e së shtunës do të fillojë në orën 12:05 para SSM-s, do të vazhdoj para parlamentit, pastaj para dhomës së tregtisë dhe do të përfundoj para qeverisë. Sindikata e Kulturës ka dorëzuar kallëzim penal kundër Ministrit të Kulturës dhe Turizmit Zoran Lutkov. Sindikalistët pretendojnë se ekziston dyshim i bazuar se ai ka kryer veprat penale, keq përdorimi pozitës dhe autorizimit zyrtar dhe shkelje të drejtave nga marrëdhënia e punës. Ashtu siç ishte paralajmëruar ditë më parë, Sindikata e Kulturës sot ka dorëzuar kallëzim penal kundër Ministrit të Kulturës dhe Turizmit Zoran Lutkov për shkak se, siç thonë, ekziston dyshim i bazuar se ai ka kryer veprat penale, keq përdorimi i pozitës dhe autorizimit të zyrtar dhe shkelje e të drejtave nga marrëdhënia e punës. Kryetaria e Sindikatës së Kulturës, Vera Atanasovska, tha se ministri ka bërë diçka që në një shtet juridik nuk duhet të ndodhte. Me udhëzime të dërguara përmes emailit edhe një dokument që e ka përgatitur dhe nënshkruar vetë, Atanasovska tha se ai është e përpjekur të minojë të drejtat e të punësuarve në kulturë dhe të zhvlerësojë marrëveshjet kolektive. Prandaj, sot jemi këtu dhe me përgjegjësi të plot e bëjmë publike kallëzimin penal kundër ministrit Zoran Lutkov. Gjykata themelore në Manastir e konfirmoi përsëri vendimin e shkallës së parë, duke dëshmuar edhe një herë se drejtësia ka dalë në pah. Mbetet të shihet nëse gjykatësi i apelit do të përpiqet sërish ta rrezojë këtë vendim, duke u thirrur në mungesë të ekspertizës ekonomike në kërkesën gjyqësore.
Nga sindikata shtoi se ka më shumë se 800 padi nga punonësit e kulturës kundër institucioneve dhe shtetit. Sipas sindikatës, me veprimet e tij, ministri Lutkov i ka vendosur edhe drejtorët e institucioneve kulturore në një pozitë shumë të vështirë dhe të rrezikshme nga aspekti juridik, duke i shtyrë të veprojnë sipas udhëzimeve të tij, edhe pse ato kanë qenë në kundërshtim me ligjin, me vendimet e bordeve drejtuese edhe së fundmi edhe me vendimet gjyqësore. Po izjavata në ministerët Është e rëndësishme të theksohet se drejtorët e institucioneve janë paralajmëruar më parë me shkrim nga sindikata, se nëse veprojnë sipas urdhrave të paligjshëm dhe shkelin të drejtat e të punësuarve, do të përballen me kallëzime penale. Megjithatë, ata zgjodhen të vazhdojnë në rrugën e gabuar dhe tani do të duhet të përballen me pasojat ligjore të vendimeve të tyre. Për këtë arsye, Atanasovska tha se sindikata ka përgatitur dhe do të dorëzojë kallëzime penale edhe kundër drejtorëve të institucioneve kulturore për shkelje të drejtave nga marrëdhënia e punës. Në fund, ata i drejtuan drejt për drejt ministrit Lutkov, duke theksuar se e gjithë kjo mund të ishte shmangur nëse do të respektoheshin ligjet dhe marrëveshjet kolektive. Pretendimet e sindikalistëve janë cilësuar të turpshme nga Ministri i Kulturës Zoran Lutkov. Ai deklaroi se të gjitha vendimet që janë në përputhje me ligjin dhe parimin e trajtimit të barabartë për të gjithë të punësuarit në sektorin e kulturës. Ministri i Kulturës dhe Turizmit, Zoran Lutkov, i cili i rrethuar nga disa drejtor, ka komentuar konferencën për media të sindikatës. Ai i quajti të turpshme pretendimet kundër tij. Sipas ministrit Lutkov, marrëveshja e përgjithshme kolektive parashikonte rritje të pagave në sektorin publik me 10% nga shtatori i vitit 2023. Ministria e Kulturës kishte propozuar nënshkrimin e një aneksi të marrëveshjes kolektive për harmonizim, por sindikata e kishte refuzuar këtë propozim. Dua të theksoj qartë se si ministër gjithmonë qëndroi në anën e punonjësve të kulturës dhe angazhohen për mbrojtjen e të drejtave të tyre. Asnjëherë nuk kam vepruar në mënyrë arbitrare dhe nuk kam mohuar të drejtat e garantuara të punëtorëve. Të gjitha vendimet që marr janë në përputhje me ligjin dhe me parimin e trajtimit të barabartë për të gjithë të punësuarit në sektorin e kulturës. Lutkov tha se sindikata kërkon që pagat e punonjësve të kulturës të llogariten mbi një bazë më të lartë minimale se ajo e përcaktuar me ligj për sektorin publik. Sipas tij, në vitin 2025, paga minimale për llogaritjen e pagës bazë bruto në sektorin publik ishte 36.037 denar, ndërsa sindikata kërkonte që llogaritja të bëhej mbi bazën e 39.641 denarëve. Deputetët e grupit parlamentar të BDI-s kanë nënshkruar dhe mbështesin rezolutën për zbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve në provimin e jurisprudencës. Ftojmë edhe deputetët e tjerë që nuk ju përgjigjen ftesës sonë të bashkohen kësaj nisme. Zbatimi i ligjit dhe respektimi i gjuhës shqipe nuk është çështje politike, por detyrim ndaj kushtetutës dhe qytetarëve. Gjuha shqipe është e drejtë e garantuar dhe duhet të zbatohet, ka shkruar Mevlan Ademi, kryetari i Parlamentit Studentor të UEL-s. Ademi ka njoftuar se deputetët Riyad Shaqiri dhe Halil Snopqa janë bashkuar në mbështetjes për rezolutën. Me këtë qëndrim, ata theksojnë se ligji duhet të zbatohet në praktikë dhe se çdo formë diskriminimi ndaj gjuhës shqipe nuk mund të tolerohet më. Mbështetja e tyre përforcon kërkesën për respektim të lishmërisë dhe barazi reale të gjuhës shqipe në institucionet e vendit, ka shkruar Ademi. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Tetov ku një person ka humbur jetën pas shpërthimit të një zjarri në shtëpi. Sipas informacioneve nga sektori për punë të brendshme Tetov, rasti është raportuar më 11 mars 2026 në orën 8:56. Departamenti Territorial i Zjarrfikësve të Tetovës ka njoftuar se ka shpërthyer zjarr në një shtëpi në rrugën jashtë Vardarit në Tetov, bëjnë të ditur nga policia. Pas ndërhyrjes së zjarrfikësve, zjarri është lokalizuar, ndërsa gjatë kontrollit në objekt është konstatuar se brenda ndodhe një person pa shenja jete. Nga SPB Tetov thonë se po ndërmerren masa për zbardhjen e plotë të rastit dhe përsaktimin e shkaqeve të zjarrit.
Rreth 100.000 qytetar apo 10% i popullsisë së Maqedonisë së Veriut vuajnë nga sëmundje kronike të veshkëve. Sipas shoqatës Nefron, rreth 1.600 pacientë janë në fazën e 5 të sëmundjes. 20 trajtohen me dializë peritoneale, ndërsa 200 persona jetojnë me veshkë të transplantuar. Në ditën botërore të veshkëve, drejtori i klinikës së nefrologjisë Nikola Gjorgjevski dhe ministri i shëndetësisë Azir Aliu bën apel për rritjen e vetdijes për durimin e organeve nga personat e vdekur, pasi lista e pacientëve që presin transplant është shumë e gjatë dhe ka pak donator. Në vendin tonë, më shumë se 100.000 qytetar vuajnë nga sëmundja kronike e veshkëve në fazën e avancuar të sëmundjes, ose 10% i popullsisë. Sipas shoqatës së sëmurëve nga veshkët, Nefron, 1.600 pacientë janë në fazën e 5 ose të fundit të sëmundjes, kur kërkohet trajtim i vazhdueshëm. 20 janë në dializë peritoneale dhe 200 persona jetojnë me veshkë të transplantuar. Në ditën botërore të veshkëve, drejtori i klinikës së nefrologjisë Nikola Gjorgjevski bëri apel për ngritje të vetdijes për transplantim të veshkëve nga pacientë të vdekur. Apeli im është të ngritet vetëdia publike i transplantimit të veshkeve nga personi vdekur. Dhënia e organeve përfaqëson një akt të madh humanizmi, solidariteti dhe të filantropisë. Me dhënien e organit, ju i mundësoni pikërisht kësaj kategorie të personave vulnerabël, rehabilitim të plot medicinal, social dhe mendor. Të njëjtin apel e bëri edhe ministri i shëndetësisë Azir Aliu, pasi siç u shpreh, lista e pacientëve që presin për transplant është shumë e gjatë, kurse donor ka shumë pak. Tjetër e dini që lista që presin pacientët për transplant është jashtëzakonisht shumë e madhe dhe me probleme që i kanë, nga ana po donor kemi shumë pak në listë. Ideja është që bashkë të punojmë me juve, me qytetarët, me të gjithë institucionet shtetërore publike, që të ngrejmë në organit të jetë normal, të jetë proces normal i jetës sot, pasi që dim njeriu lind dhe vdes, po kur edhe pas mbarimit të jetës tonë ju mundsojmë një jetë më kualitative ndonjë qytetari, besoni që duhet të jetë një Ndërkaq, koordinatorja nacionale e transplantit Biljana Kuzmanovska tregoi se sidomos muajt e fundit kanë pasur një seri refuzimesh nga familjet për të donuar organin e pacientit të vdekur. Për fat të keq, muajt e fundit kemi një seri refuzimesh nga familjet për të dhënë pajtim për të donuar organ që është i gatshëm për transplantim. Është fatkeqësi kur ju disa ditë përgatiteni për të bërë një transplantim, ekipi përgatitet dhe në fund familja refuzon. Sipas djetjeve të Nefron, tek ne shumë pacientë sëmundjen e zbulojnë në fazë të vonshme, kur faza e dëmtimit të veshkëve është e avancuar. Kjo sëmundje kronike është globale dhe një sfidë shëndetësore në rritje, që godet 10% të popullsisë botërore ose 850 milion njerëz mbar botën. Qeveria do të organizojë konferencë më 14 mars kushtuar një vjetorit të tragjedisë në Koçan, në të cilin do të marrin pjesë 37 mjekë dhe ekspertë të huaj. Siç njoftoi zëdhënësja e qeverisë Maria Miteva, do të analizohet reagimi institucional, trajtimi shëndetësor, si dhe të propozohen zgjidhje ligjore për të përmirësuar përgatitshmërinë në situata krizash. Mjekët dhe ekspertët e huaj që do të marrin pjesë në konferencë janë nga Serbia, Bullgaria, Greqia, Kroacia, Slovenia, Austria, Lituania, Polonia dhe Suedia. Koalicioni Vlen ka njoftuar se në bashkëpunim me komunën e Çajirit ka nisur procedurat për realizimin e projektit për ndërtimin e rrugës Mithat Frashëri. Ky projekt parashikon ndërtimin e segmentit rrugor që fillon nga kryqëzimi i rrugës John Kennedy me rrugën Mithat Frashëri deri te kryqëzimi i rrugës Bosnia dhe Hercegovina në rrugën Mithat Frashëri, me një gjatësi rreth 1400 metrash. Koalicioni thekson se bëhet fjalë për një rrugë moderne me gjerësi prej 22 deri 25 metra, e projektuar për të përgjigjur nevojave të qytetarëve dhe zhvillimit urban të kësaj pjese të qytetit. Rruga do të jetë moderne me gjerësi prej 22 deri në 25 metra, me 4 kursi për qarkullim në të dy drejtimet. Në mes do të ndërtohet një brez i gjelbër prej 2 metrash, ndërsa projekti përfshin edhe shtigje për biçikleta, trotare për komsor dhe zgjerime për stacionet e autobuseve në të dy anët e rrugës. Ky projekt është një hap konkret drejt më shumë rregulli në komunikacion, lëvizshmëri dhe siguri për qytetarët e Çajirit. Vlen do të vazhdojë me punë konkrete
dhe projekte që përmirësojnë jetën e përditshme të qytetarëve. Ministri për Europën dhe punët e jashtme i Shqipërisë, Ferit Hoxha, tha se Tirana së shpejti do të marrë vendim zyrtar për ta shpallur gardën revolucionare të Iranit, organizatë terroriste. Hoxha ka zhvilluar një bisedë telefonike me homologun izraelit Gideon Saar, ndërsa në një postim në rrjetin social amerikan X pas telefonatës, ai ka shprehur solidaritet me Izraelin dhe të gjithë të prekurit nga sulmet e kryera nga Irani dhe Hezbollahu. Pres me padurim të vazhdojmë bashkëpunimin tonë të ngushtë, ka thënë kryediplomati i Shqipërisë. Ndërkaq, ministri i jashtëm izraelit ka thënë se vendi i tij e vlerëson miqësinë e gjatë midis dy vendeve dhe lidhjeve dypalshe, ndërsa e ka uruar Hoxhën për marrjen e detyrës. Ndërkohë, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan bëri thirrje të mërkurën për t'i dhënë fund luftës së vazhdueshme SBA-Izrael me Iranin, përpara se ajo të përshkallëzohet dhe të përfshijë rajonin, ndërsa theksoi se një zgjidhje diplomatike mbetet plotësisht e mundur nëse jepet një shans. Spanja të martën e ka tërhequr përfundimisht ambasadorin e saj nga Izraeli, ndërsa përplasja diplomatike mes dy vendeve është përkeqësuar për shkak të kundërshtimit të Spanjës ndaj sulmeve SBA-Izrael kundër Iranit. Ambasadori ishte thirrur të kthehej në Spanjë që në shtatorin e kaluar gjatë një krize diplomatike, pasi Spanja vendosi masa që ndalonin aeroplanët dhe anijet të transportonin armë për Izraelin të përdornin portet ose hapësirat ajrore spanjolle. Këto masa janë marrë për shkak të ofensivës ushtarake të Izraelit në Gazë, të cilën ministri i jashtëm izraelit Gideon Saar e kishte dënuar si antisemitike. Të martën, Spanja ka publikuar në gazetën e saj zyrtare një njoftim ku thuaj se posti i ambasadorit ishte ndërprerë zyrtarisht. Ministria e jashtme spanjolle ka thënë se ambasada e saj në Tel Aviv do të drejtohet për momentin nga një i ngarkuar me punë. Ky veprim është përshkallëzimi më i fundit në marrëdhëniet diplomatike mes dy vendeve, të cilat janë tensionuar shumë që kur Izraeli nisi ofensivën e tij në rripin e Gazës në tetor të vitit 2023. Çmimet e naftës vazhduan të rriten pavarësisht thirrjeve në rritje për lirimin e emergjent të rezervave strategjike të naftës. Kontratat ndërkombëtare të ardhmes për naftën Brent u tregtuan mbi $90 për fuqi. Trumpi i tha CBS News të hënën se lufta me Iranin ishte shumë e përfunduar, pothuajse, duke sugjeruar se konflikti mund të përfundojë së shpejti dhe duke ndihmuar në qetësimin e frikës për një ndërprerje të zgjatur të rrjedhave të energjisë përmes ngushticës së Hormuzit. Megjithatë, pavarësisht këtyre deklaratave, çmimet e naftës mbeten të larta pasi tregjet vazhduan të përfshinë në çmime rrezikun gjeopolitik dhe pasigurinë mbi rrugët rajonale të transportit detar, ndërkohë zyrtarë dhe agjencitë e energjisë kanë diskutuar mundësinë e lirimit të rezervave emergjente të naftës për të stabilizuar tregjet. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë ka propozuar një lirim të mundshëm prej rreth 300 deri 400 milion fuqish nga rezerva strategjike të naftës, nëse ndërprerjet e furnizimit përkeçësohen sipas Bloomberg. Shikues të nderuar, kaq sa i takon këtij edicioni informativ, ndërsa unë ju lë në shoqërimin e programit të Ramazanit. Mirupafshim.